fakt, pika jon e fortë është që ka natyrisht miliona pjesëmarrës dhe nuk trajtohet ashtu nga sipërmarrëset. Pra, tregu i përbashkët po përfiton nga taksat që ne i vendosim vetes. Pra, ne eminojmë rregulloret që kemi për tregun e përbashkët. Natyrisht, ne duhet ta trajtojmë këtë treg të përbashkët në 3 sektor kritik: telekom, energji dhe financë. Sepse nuk janë pjesë e tregut të përbashkët, por na duhet që të krijojmë një treg të përbashkët për këta sektor, sepse është shumë e rëndësishme që të kemi më shumë kapacitete që të investojmë. Pjesë e kësaj agjende është gjithashtu edhe përparësitë e ndryshme që duhet të kemi, sepse besojmë që përveç faktit që ne nën shfrytëzojmë tregun e përbashkët, ne nën përdorim edhe apo përdorim opang përime të tjera, edhe në qoftë se krahasoni Kinën e të tjerë, ne kemi shumë më tepër kursime. Kursimet janë institucione, mbi rregullohen, por nuk investohen në kapital e inovacion. Në fakt, kjo do të thoja është diçka që vazhdon prej 50 vitesh në kontinent, sepse nga kriza e tregut, ne u bëm bashkë kolektivisht për të mbi rregulluar institucionet financiare të Europës. Ky është rezultati 15 viteve të fundit dhe i vendosëm kaq shumë shtresa rregullimesh dhe këta aktor kyç që janë thelbësor për financimin e ekonomisë evropiane janë mbi rregulluar. 75% janë financime nga bankat dhe institucionet financiare. Dhe kjo natyrisht ka frenuar inovacionin dhe kapitalin e biznesit. Dhe ky hendek është shpjegimi i hendekut të zhvillimit midis Europës dhe SBA-s. Pra, përtej thjeshtimit dhe përfshirjes të këtij tregu përgjithshëm, na duhet që të sinkronizojmë rregulloret për bankat dhe sigurimet dhe na duhet t'i ndërkombëtarizojmë edhe kursimet që ato të shkojnë në vendin e duhur, në sektorin e duhur. Për mua, këto janë përparësitë kyçe të Bashkimit Evropian dhe duhet ta bëjmë këtë gjë në magnitudën e duhur, në shkallën e duhur dhe me shpejtësinë e duhur. Po kështu Europa duhet të investojë në 3 përparësi kyçe: mbrojtje, siguri, teknologji e gjelbër dhe inteligjencë artificiale. Dhe këto 3 fusha do të kërkojnë shumë më tepër investime publike dhe private. Ja pse na duhet të riformësojmë buxhetin e përbashkët, sepse na duhen më shumë financime të përbashkëta, por po kështu do të na duhet edhe dislokojmë kapacitete më të mëdha sektorit privat që duhet hynë në këta sektor kritik. Dhe pika e tretë, kur thash duhet të bëhemi një fuqi, i referohet këtyre që thash. Jemi në momentin e së vërtetës. Duke ju referuar asaj çfarë tha Edi për historinë e Trumpit, që nuk është lajm i mirë vetëm për SBA-n, por edhe për Europën. Europa mund të arrijë pavarësi. Na duhet të zgjedhim partneritetet tona dhe të shohim varësitë tona. Me krizën në Ukrainë u ekspozuan edhe kostot. Pyetja për ne është: a do të bëhemi një fuqi globale e gjelbër e aftë për të mbrojtur veten? Kjo është pyetja që ngrihet për europianët. Përgjigjja duhet jetë po, sigurisht, por kjo është një fazë e re e rrugtimit evropian. Pra, kjo
është diçka e cila do të duhet të shmangte luftën e brendshme në Evropë, gjithashtu edhe të orientonte tregjet për ta shndërruar Europën në një fuqi gjeopolitike. Kjo është agjenda jonë. Një tjetër pak fjalë për KPN dhe rëndësinë për agjendën e antarësimit të Shqipërisë. Besoj fort se për te i Bashkimit Evropian kemi këtë Europë më të madhe, që janë Ballkani Perëndimor, Mbretëria e Bashkuar, Ukraina, dhe kjo Europë më e madhe është vend me 650 mbi këtë milion banor që nuk merren në konsiderat as nga pikpamja gjeopolitike, as nga ajo financiare apo ekonomike. Le t'i integrojmë edhe më mirë këto vende. Le të punojmë së bashku për ekonominë, për migracionin, për mbrojtjen, për tregtinë. Në qoftë se ne e bëjmë këtë, integrojmë me vende shumë të qëndrueshme, pa luftë, pa destabilizim. Në qoftë se arrijmë një hapësirë më të mirë integruar përtej Bashkimit Evropian, dhe natyrisht që jam një avokat i antarësimit dhe i mbylljes në 2027-ën, por kemi ndërkohë një mundësi të jashtëzakonshme të 700 milion banorëve për ta bërë këtë vend, këtë hapësirë të respektuar nga të gjithë. Prandaj, dhe është një mundësi unike dhe prandaj KPI-ja është kaq e rëndësishme. Tashmë mund t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja. Faleminderit.